edhe pse bashkë me trenerën. Gabime gjatë rrugës ka pas, edhe ka me pas, vazhdimisht. Jo vështë në ekipe që janë shumë të mdoja se na. Finalit kupës nuk besoj që kemi gabu, për shembull diçka, nëse marrim me kështu mënyrë kronologjike. Kemi lujt, kemi mundu, tash njëri ekipe fiton, nërë është edhe fati pjesë shumë rëndësishme e sportit. Në play-off, për shembull, në 3 ndeshjet e fundit kemi pas realisht problem me grip, me lojtar. McKinnis ka qenë 3 lojtë e fundit, i ka marrë ka 2 infuzione çdo ditë. Merr infuzion në lojë, nuk u kon në atë 100% e vetë. Dhe pjesa më e rëndësishme ku mënej që u boja thymja që Trepça veç e murr hapin, ke loja tretë prezident kur nuk lujti vendat grinë. Edhe ai ishte smut, aty mënej që u bo diferenca. Megjithatë në prap Mitrovic lojën e 4, kemi shku deri në 15 pike përsi, në fund e kena hup lojën. Edhe gabime, nuk shoh gabime shumë të mëdha se mendoj që jo rastisht e kemi përfunduar vendin e parë. Rastisht mund me kap 1 lojë, 2 lojë, mirë po për 28 xhirove që janë zhvilluar në kampionatin e rregullt, 17 xhiro kemi qenë vendin e parë. 19 ka qenë Trepça, pikë 19 xhirove që kanë qenë Trepça, 6 xhiro kemi qenë me pikë barabarta. Nuk besoj që mundet më konë rasti, ose nuk besoj që ka mujt me pas diçka rastisht aty që na kemi përfunduar vendin e parë. Nuk shoh ndonjë gabim ose nuk shoh diçka që kena bën hapa. Hajde po e ndryshoj pak pyetjen teme. Çka kishte bo ma ndryshe, çka kishit bo ma ndryshe si vjet për me pas sukses edhe me fitu trofe? Nuk po di çka më thon. Nuk kam në përgjigje. Pe di ku po Ludoni, te pjesa e trenerit, treneri është e vërtet që ka qenë, nuk e ka pas përvojën që ka treneri Trepçës ose treneri Vllaznimit ose po. Më falë që po ndërprej, nuk po aludoj kërkun, po të pyes, çka kishte bo ma ndryshe në mënyrë që me fitu një trofe? Tash me përvojën që e ki për edicionit kaluar. Unë mendoj se dallimi mes kualitetit të ekipit edhe përvojës trenerit që aty u kon ajo pjesa ku realisht u vrejt. Domethënë ku është bë dallimi, sidomos në finalen e play-offit, se unë prap besoj që nuk them që nuk e bojnë lojtarët, mirë po treneri ka një pjesë shumë të rëndësishme të kësaj punën në ekip, ka qenë pak i papërvojë treneri, megjithatë ne kemi kaluar mirë, realisht nëse marrim me këshyr ku e kemi marrë klubin edhe ku sot ka një përmirësim dukshëm. Ato e thash edhe në fillim në hymje, do të thonë prej 2018-s, kur e keni fitu titullin, keni pas një krizë, ka pas rami, edhe si vjet me të vërtet jeni kthy në maje, keni lujt të 2 finalet, jeni shpall kampionin pjesës edicionit të rregullt. Na me 20 tetor të vitit kaluar kemi hyrë në klub. Domthonë fatikisht kjo sezona ka rënë më kon sezona jone plotë që sa kryesie aktuale që jemi. Edhe nuk u kon, domthonë ka pas bagë sfida, ka pas shumë vështirësi, nuk u kon lehtë marrë deri këtu dhe mendoj që mbas krimi stabilitetit, rregullimi i imazhit e këto që kemi diskutuar në emisionet e kaluara që nuk po du tash më kthy, po mendoj që ato çka na kemi desht realisht e kemi mrikët sezon përveç që na mungon një kupë. Bile ja kom propozu kryetarit me nda një kupë edhe për vendin e parë, kur ta përfundon pas 28 xhirove. Shiko, Trepça ka kalu në për këto dhime, si thonë smunje fëminore, se kështu ka qenë edhe 2 vitet e para, 3 vitet e para, po më rasti ka qenë konsolidimi financiar, krimi stabilitetit edhe ma vonë sukseset kanë ardhur. Bashkimi nuk ka qëndru duar kryq edhe me njëherë me të përfunduar në thonë edicione, me sa kemi informata, tip mund është tash me na pohu këte, me shumicën e lojtarëve vendori keni kry, i keni nështru kontratat, Lejsoni, Altini, Valion Bunjaku, zyrtarisht ende nuk ka ndonjë transferim të ri, e dim që keni kontaktu edhe me Lisin Shoshin, edhe me Jetmir Zeqirin, edhe Erion Kastratin, por si pas gjitha gjasave, këtu nuk ka rezultate konkrete. Kushtrim, qka ka, a mund është diçka ekskluzive me në adhonë sot për asist? Ne lojtarë që kemi pas prej lojtarëve të vitit kalum, Lejsoni ka vazhdu kontratën për 2 sezonet tjera, Valioni është njëjtë, Altin Morina, kapiteni, edhe Meritoni janë gjithashtu është vazhdu kontrata dhe për këtë sezon.
Samir Zekiqi ka shku? Samir Zekiqi është liru, po, i ka përfundu kontrata. Kjo është momentalisht çka kemi të zyrtarizume. Diçka tjetër momentalisht nuk kemi. Trajnere? Trajneri ende nuk ka diçka definitive. Petar Mijoviqin e keni synu, për Petar Mijoviqi ka vazhdu kontratën me Derbin? Petar Mijoviqi, me thonë drejtën, e kemi synu vitin e kalum, këtë vit nuk ka që kemi pas diçka, ne komunikojmë, se njëm komuniteti basketbolin në Kosovë nuk është shumë e madhë, por nuk kemi pas diçka, kemi 2-3 emra, po para prakish na momente që kryet sezoni, kryesisht e bëjmë një përmbyllje një herë, e këshyrim qysh për mbledhëm paret, qysh për mbledhëm buxhetin, varësisht për asaj tani vazhdojmë. A keni bo hesapin ajo? Na kemi bo hesapin edhe nëse ka një sen që mu më vjen shumë mirë për pjesën e klubit, është që na prej momentit që kemi hyje deri sot nuk ka ndodhë alan një lojtarit me pasu se dikujt një cent obligim. Me 21 majnë e kemi lujt lojën e 6 me Trepçel, Mitrovic, një ditë pare e në kryjë gjitha obligimet që e në konë në klub. Dhe për shkak të kësaj nuk është që njeri bëjmë planifikimet e mira, pas taj fillojmë me këshyrë lojtarët. Po të pësë dhe ty si vullnetin se mu më intereson edhe suksesin arenën ndërkombëtare, a do të shofim bashkimin si vjetë në FIBA Europe Cup? Po, ne kemi konfirmu pjesëmarrjen, i kemi plotësu gjitha dokumentacionet e nevojshme që kanë qenë edhe për anës klubit dhe për anës federatës, e kemi marrë shumë seriozisht, nuk e kemi plan me hy veç për sy e faqe, dhe më menojmë Champions League është një nivel manal, mi bërëm FIBA Europe Cup, menoj që kemi hapsinë dhe kemi mundësi me hecë tutje. Tash edhe fati është pjesë e rëndësishme e kësaj, që është edhe vullneti ma herët, ta shojmë varsisht dhe të catë ekipe në abinë. Debutim në garat e FIBA-s për bashkimin? Bashkimin nuk ka marrë pjesë asë njëherë në gara evropiane. Edhe këj ka qenë synimi jonë për vitit kalum. Dhe më thonë që... Më thonë si vjetë objektivat janë rritë, edhe trofejnë Kosovë edhe suksese në arenën ndërkombëtare. Pra po këthena të e, çka thot buxheti? Buxheti, unë menoj që me një pjesë të madhe të ekipeve që kanë më konë në pozitën ku jemi na në pre-qualification FIBA Europe Cup, nuk është që kemi diferencat maja. Ka një pjesë për tyve që kemi diferenca, dhe po nuk menoj që ta determinon pa tjetër buxheti edhe suksesin. Ne nëse i marim i këshyrë deklarimet e ministrisë, për shembull që i bën çdo vit të sponsorizimeve, kemi qenë ekipi 4 ose 5 në sa i përket sponsorizimeve në ligë. Dhe kemi përfunduar vendin e parë, kështu që jo gjithçka, jo domosdoshmërisht, por është pjesë e rëndësishme, nuk ka dyshim. Mirë, po është përparësi që edhe në agjentat kur po bisedojmë edhe kërkesat për lojtar, realisht ofrohen lojtar më kualitativ në momentin që tyve që tregon që kemi marrë pjesë në gara evropiane. Faleminderit.